Benita vendos të sqarohet me Elionën pas disa debatimeve të forta që kishin ndodhur ditët e fundit. Ajo e merr Elionën mënjan dhe fillon të flasë me qetësi, duke i shpjeguar ndjenjat e saj dhe duke i treguar se gjithçka që kishte ndodhur nuk kishte qenë qëllim personal kundër saj. Benita i thot Elionës se nuk kishte dashur kurrësi ta ofendonte ose të krijonte armiqësi, dhe se situata ishte shpërthyer pa dashje për shkak të keqkuptimeve dhe tensioneve brenda shtëpisë. Ajo thekson gjithashtu se djali i keq dhe i papërshtatshëm që ka shkaktuar probleme mes tyre nuk është ajo, por Toni, i cili sipas Benitës kishte sjellje të paqëndrueshme dhe kishte bërë gjëra të gabuara që kishin nxitur mosmarrëveshjet. Benita i thot Elionës se çdo gjë që kishte ndodhur mes tyre nuk ishte një sulm personal dhe se nuk ka arsye që të kenë ndjenja negative njëra ndaj tjetrës. Gjatë bisedës, Benita përpiqet të tregojë sinqeritetin e saj dhe dëshiron të riparojë marrëdhënien me Elionën, duke shpjeguar se ajo nuk është personi që do të krijonte armiqësi dhe se gjithçka ka qenë rezultat i situatave të jashtme dhe sjelljeve të Tonit. Ndërkohë, Eliona dëgjon me vëmendje dhe duket se fillon të kuptojë se Benita nuk ka pasur asnjë qëllim të keq, dhe tensioni mes tyre fillon të zbutet pak nga pak. Në fund të bisedës, Benita i shpreh edhe një herë respektin e saj për Elionën dhe shpreson që mosmarrëveshjet të mos ndikojnë më mes tyre. Ajo e bën të qartë se nuk është kundër Elionës dhe se çdo gjë negative që ka ndodhur kishte vetëm lidhje me sjelljet e Tonit, duke e bërë bisedën një hap drejt pajtimit dhe zgjidhjes së tensioneve mes banorëve.